lojra që janë shumë të rrezikshme për shëndetin mendor të fëmijëve. Kemi lojra të tilla si Roblox, dhe lojra të ngjashme, ku fëmijët fitojnë në momentin që vrasin dikën në lojë, ose fëmijët ndihen fitimtar në momentin që dëmtojnë dikën. Ne jemi ndier fitimtar atëherë kur kemi fituar lojën, qoftë me lastik, qoftë nëse kemi shënuar ndonjë gol ose ndonjë lojë tjetër. Prandaj lojrat që janë zhvilluar më herët në fëmijërinë tonë janë shumë të ndryshme me lojrat që bëjnë fëmijët tash. Dhe mandej ato lojra, për shembull lojra me lastik, ka pas pa vedijen tonë, por neve na ka ndikuar në përqendrim, sepse është dashur të përqendrohesh në mënyrë që të fitosh lojën, na ka ndikuar në zhvillimin fizik tonin dhe mandej edhe në zhvillimin kognitiv. Kështu që benefitet që i ka loja funksionale, qoftë loja me lastik, qoftë lojra të ndryshme, që fëmijët mund t'i bëjmë fizikisht, nuk mund t'i ketë asnjëherë këto benefite një lojë e cila luhet para ekranit, një lojë e cila luhet në telefon, nuk i ka benefitet e njëjta. Për shkak edhe një gjë që harrova ta cek më herët, është që fëmijët që qëndrojnë para ekraneve kanë deficit mandej ose kanë jo mjaftueshëm, nuk është e simuluar motorika fine, motorika e gishtrinjve, e cila mandej motorika fine gjendet në të njëjtën qendër me të folurën e tru. Sa më shumë që zhvillohet motorika e fine, lëvizshmëria e gishtave dhe fëmijët bëjnë lojë fizike, domethënë qoftë vendosjen e shkopave në një hapësirë të caktuar, qoftë lojra të ndryshme, atëherë sa më shumë që zhvillohet motorika fine, kemi benefite edhe në zhvillimin e përgjithshëm dhe në zhvillimin e të folurit.